Është radio shqiptare, është radio Lindja, prej vitit 1987, edhe tash paramendoni kemi njerin këtu që është maj rise 87-shi. Tash kjo rrit me radio Lindjen, edhe besa të dytë janë rrit me radio Lindjen. Edhe baba, edhe djali, edhe gjyshi, besa e kret. Edhe kemi arrit deri aty që kjo është ajo e mira që gjeneratat na i përcellim, e sidomos kur kanë sukseset mëdha. Edhe kur na mburin neve, na kënaqemi se na japin një kohë tjetër, na japin një frymë të madhe, edhe gëzohemi, edhe normal që e bomi ata supportet më të mëdhej njerëzve që kanë suksese. E kësaj radhe në studio, pra e kemi kënaqësinë e madhe që e kemi lojtarin e kombëtarës shqiptare që e dojmë krejt, edhe që na përfaqëson me fanelen, e ka lujt e u kon atje, e tash këtu në studion Radio Lindjes është me neve Betim Hasanaj, djali i Petrit Hasanaj. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma. Kjo kënaqësia jonë që jemi këtu, Petrit, me të vërtet e ki boni punë shumë të madhe. Jo që merresh me sport edhe vetë ki lujt edhe vetë krejt, po gjithmonë edhe ti ki pas atë kënaqësinë edhe atë lezetin që ki lujt dhe ki jep shumë, edhe nashta edhe undra u kon që me kon ku është betimi aty, po sipas vjetëve njeri ka dale vjen deri aty, po tash e kemi betimin aty. Betim, faleminderit shumë që ardh sonte, edhe na ki bot në burën, jemi shumë të gëzuar që më në fund pra je në kombëtarën e madhe të flamurit tonë kombëtar. Tregona pak qysh erdhi, e di që babit ka motivu, për shembull e vllau tjetër, se këtë jeni kon në futball, po ti ai që e ki majt dhe i ke qenë qëndrues stojak, e tash e ki vesh edhe fanelen. Tregona qysh erdhi ai motivimi. Me të kallëzun drejt, se më kanë qatë që i interesuar në futbol, derisa i kom pas një 13 vjet, po tani zdi merë një farë jo emocione, po edhe emocione, tash po na futbolist edhe nëse babi ka dash të nkone dhe vllaznet, edhe merë një farë pënç, më bë futbolist edhe... Ku nise me lujt mas pari, për shembull? E nisa me lujt në Lënshug, tani kom shku në Grorit, tash jam në Lillestrøm. Do me thonë ekipin e Lillestrømit që në elitë serien që është, do me thonë. Edhe të njëjtën kohë je për kombëtarën tonë të madhe. Unë në qatë. Bravo. Tash kjo, ti e kon atje, ke lujt, kemi përcel, do me thonë, ke bo prezentime atje, keni pas do lojna, dhe normal që kjo, në nëmëve që është tuja, është aja. Ka dale vitin tjetër i është në se s'ka, nuk mund me shku në 18. Edhe kjo është ajo e mira që erdhe deri te kjo, se nuk është edhe lehtë, konkurenca është shumë e madhe, nuk është tash vitin 90, tash jemi në një vit të me thonë që konkurenca është qaq e madhe, shumë kemi lojtar në diaspor që jo me zgjedh, po mu tranu. Ajo është ajo e mira që edhe ata kanë qa me marë, qa me kvalitetet mëdha, tash sikur ti që atje. Qysh ke ajo momenti, për shembull, kur more ftesën për më ardh? Me të kallëzun drejt se kom besu me sytë e mi as vet, as babi besoj se ka besu, po kanë një natë shumë me emocione, dhe zdi, derisa jam shku në hotel, derisa ti kom vesh teshat e kombëtarës, se kom një vetën që kom e lujt, adën, e derisa ti kena pas servitën e parë, që atër, e kuptove që je pjesë bravo. Edhe normal që tash trenerat edhe ka shumë lojtar tjerë që kanë ardhur me siguri për vendeve tjera. Po. Sa jeni tash për shembull? Jena kanë një trup me 22 vjet, edhe 8 trenera kanë. Treneri është krejt stafi trenerave që janë shqiptarë të Shqipnisë, edhe lojtar ka të Zvicrës, një i Suedisë, unë i Norvegjisë, edhe do të Italisë janë kanë, edhe për ndryshe të tjerë janë të Shqipërisë. Super. E kjo është ajo e mira, pra që tash ti e bashkangjit dhe jona është me të përcel, edhe e dim që ka dale kur e shumë. Se numër e ki? Numërin? 400. Po, 400 do me thonë e përcelim, edhe e dim që e kemi aty betimin. Petrit, bravo, punë shumë e madhe, shumë e mirë, si baba që ka dëshirë për fëmijën e vet, për shembull ti e ke arrit, je munu me ata dy tjerë normal që gjithmonë edhe kjo është mund me thonë gjithmonë edhe ata që kanë shumë fëmijë, ata që i japin shumë atyve të parëve, ata tërheqën e merr ai që sa merr mendja. Edhe tash që betimin e kemi këtu, tregona ato emocionet për shembull kur erdh letra që e kena pranu
betimin? Jo, ftesa ju ka dërgu direkt klubit Lillestrumit dhe treneri i betimit të Rynë ma dërgoi një email, tha e kam ftu betimin për Shqipërinë. Në realitet tash më shkojnë pak lot kur e tha betimi. E kom besu, e kom prit më tregun drejt, për arsye të pasaportit se nuk e ka marrë deri është në procedurë sipër, sa alo se ka marrë, po në shtetësia që ka dalë. Si po thot betimi, s'disha është e vërtet aso është e vërtet. Unë e disha se është e vërtet, po me vesh fanelën është diçka e madhe. E ka vesh një 2 javë më përpara, po ato e kanë vetëm prova se i ka bën në Shqipëri testime. Edhe ajo ka ndjen shumë e madhe. Tash kur i erdhi ftesa zyrtare te klubi Lillestrøm, një klub me renome në Norvegji, unë e disha, po prap se besojsha. Edhe tash halos po besoj, me tregun drejt. Është kënaqëri për mua si bab me arrit betimi qëllimet e veta, si nisi betimi me tregu ky si 13 vjeçar ka filluar me dashur futbollin. Kështu në moshën 6 ka filluar me futboll, po 6 dhe në 13 ka luajtur thyja si me zor. Ja kom imponuar me çu gruaja ashtu, gruaja ka ngoj shumë mas fëmijëve. Kur i ka bërë 13 vjet, ishim në Kosovë, mos gabosha, edhe e qova unë të një shkollë futbollit atje, Dardani Ashari, edhe Donat Merlaku. E morën në stërvetën janë një mujdet, kur u kthy në Norvegji, ma bëna e treneri Lënshkukit, tha që i ke bot djolit, tha se ke tjetër. Thash ju santar që kom pas stërvite dhe shumë në Kosovë, thash ja ka një pak vullnetin. Çdo sa ndodhe shumë shpejt. Për Lënshkukit ngrërët, si 15 vjeçar bo kapten i U16-shave në Interkec, për aty është ky U19 ty as ka luajtur futbollisht, ka dalë direkt te Unës së Nishat. Aty e ka pas edhe trenerin shqiptar Fitim Kastratin, vllabin e Flamur Kastratit. Ka pas besimin te Fitimi, ka qenë kapten, edhe te U16-shat, edhe te Unës së Nishat e ka pas Fitimin. E ka pas një zhvillim të karrierës mirë aty në Gryrud. Erdhi interesi për Lynit, erdhi interesi për Vålerenges, vendosim më shku në Vålerenga në testime, nuk i pëlqej, në realitet në 2 anë shumë, ata dashën me pas një lojtar si betimi me luajt 6 nëse 8, domethënë me sfush, kur betimi luan në qendër mbrojtës, nuk rënë dakord, betimi e ka marrë vendimin vet aty, ma bën gruaja, tha, e tash çka? Thash po se klubi ka sa dush, sa problem, thash po kur o kismeti diçka pa u bë se lën. Ke kismet Lillestrumi, as e kisha prit më të kallzonit Lillestrumi, se nuk është një klub si e kom dashur fort, që jam tifoz më shumë i Vålerenges. Po tash tim ka shtime dosh, pe du tash ngjyrën e Gjelbert Caret. Tash edhe na pe dojna. Po, tash s'kena qare, po duhet. Po ma lyp fanelën. Po tash është Lillestrøm aty e dojnë shumë, ushtron me babën e Martin Ødegaard, që ka luajtur në kampionat botëror tash me Hans Erik Ødegaard. Për mua dhe kjo ka qenë ndjen shumë e madhe. E për një Gryrudit vogël më shku në Lillestrøm, më ushtru me Super League, nga një klub i Ligës 2, është koqa një arritje e madhe. Këto sanet e kam bo puna, kjo është një djallë si quat Gjosh Mëngjes, flan, tash është vonë, në realitet kjo në gjumë më du për një ore më konë, edhe shtunëve, edhe këto i bën vetë, quat Gjosh Mëngjes, kur në realitet tonë tjertë në në gjumë, kjo quat del vrapani i bën në ushtrimet, shkon shkollë, shkon prap në ushtrime me klub, është shumë i disiplinum, disiplina dhe struktura e jetës si e ka, dhe karakteri i tina e kanë pru aty ku është. A e meriton më konë kombëtare të unër meqat, besoj se e meriton 100%, e tregoj edhe karakterin në lojën e parë kundra Bullgaris, startoj me numër 4, lujtë një pozicion si s'ka lujtë që pas jetë si right back, do më thonë mbrojtësi i djathtë, 60 minuta mos gabosha lujta aty në atë lojë, ka zë veten shumë mirë, mu lavdata, kështu është vetëm, kjo është vetëm fillimi. Kjo duhet me vazhdu për më punu sa më shumë. A ka kjo ndikim për shembull tash edhe te klubi Lillestrømit, se kur të ka pranu një kombëtare, se ka lojtar shumë, po nuk mundë me lujt në kombëtare për shembull, as në Norvegjis pas prej kajt të ka prej ardhin, se është kvaliteti aty, është shumë sene këshyrën aty që a jeti për ata 11 qatë aty ajo. A ka ndikim kjo, sa ka pas ndikim për shembull? Për ty, betim, qa thanë kur të thirën ata? Se tash ndryshet këshyrën, nuk këshyrën mod si që kjo arë për Grorudit, po tash ti e nivel edhe matë nalt, se LSK-ja për shembull. Jo, krejt jënë kanë gëzu, krejt më ka thonë suksese, po
se futbolli ma ka lojtar se s'ta don të mirën. Dhe kom pas pak komente na për Instagram me sene, po si kom këshyrë fort me të kallëzon drejt. Shumë mirë që e kia disiplinën, do me thonë ti e ki disiplinën me arrit suksesin betimi vetë. Do me thonë ti e sfidon vetë vetën, që thonë ta utfordrer sig selv, edhe ti e ki bo ato, edhe për që ato ti e ki arrit aty. Për shembull e kanë arrit edhe yllat e mdhaj në qatë mënyrë. Mës të përmende jam në tash se ata janë shumë pasanika unë pjo boj halo ma shumë pare, kështu që ata i kanë bo këto mënyrat për shembull disiplinën, e ka këshyrë vetë vetën, si ka interesu çka po shkun, çka po thot, edhe i ka pas besim vetë vetën. Do me thonë besimi jot në vetë vetën e ka arrit ato ku jeti sot. E që ajo du të me vazhdu tutje, adin s'ka shoshni, s'ka shkolla edhe futbolli. Do me thonë këto e në shok të tu matë ngusht, matë mirë. Edhe mandej me që ato ti ka dali ma vonë bon shok sa dush, për ato mos u përzit. Edhe ajo këto dy senet kër i ki paralel, do me thonë mos u tot e ki besime vetë vetën. Tash na po të motivojmë edhe ma shumë, se ti na ki motivu neve që ki vesh dresin, fanelen, do është ta me thonë, edhe tash ajo është ajo jona që na me të përkra edhe me të ndimu sa ma shumë. Petrit, do të kthejmë prap të betim pak ma vonë, po tash këto ngjarjet e mëdhaja, është, do me thonë, kjo është lloj që çdo 4 vjet po folim për botrorin, nisi dje, ka da dole, do ndeshje munëm i pojt, do ndeshje do të më qu, kur qot betimi me vrapuna, do të më qu shatere me këshyra të ndeshjet. Qa po ta merë menja që tash në 3 shtete, shumë interesant kjo. Kampionat interesant. Lojën e parë nuk mujta me po me Meksikën, e fitun 2-0, isha vetë në ndeshje me klubin tim. Loja dytë Çekia me Korenë e Jugut. Më çuditi me tregun drejt, unë e kom pas favorit Çekin, menova si po fiton Çekia, po Korea ish një skuadër e kompletuar mirë në mënyrën fazën defensive, ka shumë e mirë kundërshtuar më kanë të rrezikshëm dhe fitun 2-1. Kanë rezultate befasueshëm. Tash për tash është lut loja Bosnia me Kanadën, sa e di ka 1-0 për Bosnjën, sa kem të pa lojën pare. Bosnia u mbroi ke mirë, Kanada është një ekip. Unë kom menu si kom qenë vështirë për Bosnjën me fitu, po inshallah fiton Bosnia, bilet e kena një ekip Ballkanit si ka sukses, një shtet i vogël si Kosova e Shqipnia janë pavarësisht njëjta. Është pak sukses. Na për fat keq as Kosova as Shqipnia nuk e arriti atë qëllim, po kanë shumë afër dyat. Në këtë rast ke Kosova më afër si Shqipëria. Na kena pak fat se na çfarë për kena 2 shtete për me mujt me pozitivu për ta. Po kampionati si vjet ka më konë interesant. Unë e menoj si në grupa ka me pas befasi, një për shtetet që ka më konë shumë befasi në këtë kampionat është se ka litarë cilësor, një për ty në është, du më thonë, Norvegjia, menoj. Ødegaard është super litar, kapteni i Arsenalit, e fitoj Premier League-en, nën kampion në Champions League, domethënë në 2 Champions League, ki Holland, një pjesëlmues më të mirë në botë tash për tash, e ka repartin e mbrojtjes të mirë, se ka pas skor më të mirë, ndoshta defektin më të madh se ka është portieri, nuk e ka portierin në atë nivelin për me fitu diçka në kampionat botror. Po mendoj si mana Tetshës shumë lehtë mund të më fut Norvegjia, vani ku jetojnë ana. Top 5-sha, e kom rëndis pak top 5-ën, mos të gaboj, e kom shkujt su pak top 5-ën, si unë e menoj. Unë menoj pa tjetër si finale e kom konë Brazili kundraj Francës. Kjo është menimi jam. Edhe Brazili bëhet kampion. Arsyeja pse bëhet Brazili kampion është se e ka një trener që është super trener, Ancelotti, si besoj karisma e tina dhe njeri që është Ancelotti, e ka formu një grup shumë të mirë Brazilit dhe e ka hekat primadonën e Brazilit, e ka bo pak ma stil italian, pak ma konë defansiv, me menua të mënyrë defensive, besoj se kom e fitu si vjetë, kom është bëllë kampion, Brazili. Që është interesant. Që e përmend dhe mirë Norvegjin për shembull edhe që ka me koni befasi, adin që ta thojnë në atë lojën e futbollit underdog, dhe mësova do me thonë edhe këtë fjalë, që si kanë besu si që shukon Kosova, u kon Shqipëria, e ju dulën për shembull overdog, pi underdog u bon over. Kjo është Norvegjia, mund me bo befasi, kena Gjermaninë, kena Anglinë, janë ekipa për shembull që çdo herë kanë jon kon aty.
në fushë edhe po mundë me pas shumë befasira atje për bende Korean, kur e këshy njeri se din a është ko i, ajo njerëz ata, se njëjt livritin, njëjtën mallësi e kanë, njëjt, do me thonë krejt janë pozitat e veta, kur vrapojnë krejt për njerë, kur nalin krejt për njerë. Është shumë interesant me po, disiplinë, ajo është ajo të atymbe. Tash, po e kena dhe Bosnën, për shembull që është shumë interesant, po ka zonë do efekte, do lojtari ka të mirë, që mundet me na befasu, për shembull, është Turqia, ka ekipa që ka befasia të mëdha, po kena edhe ekipa që janë për herë të parë se kjo është më e gjonë. Është më gjonë, ka janë 40 shtete, si s'ka qenë kur përpara, është hera e parë, ju ka jap mundësia shumë shtete tjera të vogla me qenë pjesë, ki shtetet e Evropës janë për herë të parë si Bosnia, si përmane, ki pi Afrike, pi Azije, si janë shtetet të reja, si nuk kanë qenë kur në kampionatet. Edhe do ishu janë disoj. Po ato a janë kvalifiku? A janë kvalifiku ato apo? Jo, janë kvalifiku. Kanë luajtur mes kvalifikime dhe janë kvalifiku. Domethënë, përpara Baki vetëm vani parë dhe i dytë ka shku kur tash ka pas shansa vani 3 i 4 në grup me shkututje pjesës ku vin ata. Njësoj si Shqipëria me Kosovën e patën një ekstra shtesë për me mujtë më ardhë në kampionat botëror, kur para 4 vit nuk ka qenë e mundësi. Menoj se është mirë, sistemi UEFA-s dhe FIFA-s është i mirë tash paraqysh për japet edhe shtetet vogla mundësia me arrit. Për shembull tash loja pore Bosnia Kroacia që është të zhvilluar duket tash sa ka marru. Sa gjysë stadioni ke Bosnjak aty, analitet me disë kanal dhe së të lujta. është një faknacie, për Evropës të vogël, për Ballkanit të vogël, më shku me lujt në kanal, është një knaci. Njëjtën e ke pas kur Shqipëria ishte në Gjermani, Itali, Shqipëri, stadioni 90% shqiptar. Këtu e domethënë mendoj UEFA dhe FIFA ka bënë një mundësi të mirë për shtetet vogla me promovu veten. Këtë mirë promovuan edhe lojtarë si Betimi e shumë të tjerë këtu si ka Norvegjien, shtete tjera. Kampionati si vjet për fat keq menoj une si komo kon një befasi e mirë, shumica ka menu si me kon shumë i keq, unë menoj si kon i mirë. Nisan pengon e çmimet janë të marrë. Kjo përshtajem po them për fat keq se çmimet janë të marrë. Ka shumë në Norvegji, po është një shtete më të pasura në Evropë ndoshta. Nuk kanë mundësi më shku me këshyr Norvegjin. Se është çmimi marramans, domethënë 200.000 krona bëhet 20.000 euro, bëhet me bëmë një ndeshje, është të marrë. Kjo pak më pengon, po për ndryshe besoj se kom kampionat shumë i mirë. Normal, çmime edhe të njëjtën kohë ne kemi dëgjuar edhe koha që është pak i papërshtatshme për Evropën për shembull, po s'mundën edhe ata me lujt në 10 ditës që me mujt na me këshyr 9. A dini është çashtu është ajo diferenca e kohës. Po që është mirë për shembull kampionati botëror është një golden ticket për këtë ata lojtarë që janë aty. Domethënë shumica në stadion me sigurinë edhe menaxhera ose agentat futbollit që rinë aty edhe shenojnë emra, numra edhe ka dalë afrohen për shembull personave në foka e tyre për shembull që janë aty edhe tash mundet gjithkush me lujt me ardh dikun si ai i Meksikos një djalë ishte 17 vjet. Po sa betimi. Sa betimi për shembull 17 vjet e pat lujti dje kur hini ai thuti dha gol. Në më thonë, këtë stadioni shumë kom, broëritje sene, vetëm ajo me njëherë hinë atë listën e agentave, se kush o kytë që tash aja as nuk dha gola, as kush, aja veç hinë stadion. Po 17 vjetë, në më thonë, po lunë me ata që në 38, 35. Kjo është ajo që golden ticket që thirët, që ashtu që betimin ka da dole shojmë se tash është edhe Kupa e Evropës, jonë kvalifikimet e Nation League, ka shumë sene që ka da dole betimi ka miron sy atyve agentave dhe normal që si Lillestrøm është ekip shumë e njohshme në Evropë dhe ka da dole mune me po betimin edhe dikun në për ekipa tjera të Evropës e të botës. Po ajo e mira që është gjithë të kombëtarja, ndoshta Norvegjia mundet me ftu ka dale mas disa vjetëve, po është krejt vendos betimi ku përdon. Po betim, qysh penim vetën, që ashtë ti për shembull kur pikëshyr të lojna, apo motivosh? Po, qysh jo, kur pisha sa unë po lujnë dhe World Cup, si që vjen? Botërori. Kupën e kampionat botërore, po më do këtë është edhe mirë, është edhe keq, se do e kanë motivacionin që a i lunë edhe duhet me lujt, duhet me arrit atje, po da e kanë, që shme thonë,
ai 2008 që ka luajtur kampion botëror, unë s'moj me arrit diç atë. E kanë mentalitet të ndryshme. Dhe krejt e kanë rrugë të ndryshme, unë luaj në akademi, edhe për akademisë dal jashtë, edhe do i kanë luajn 4-ën divizion, 3-ën, hypin kadal-kadale. Tu vjetru. Do me thonë, ty t'jep vullnet edhe t'jep inspirim për shembull që me vazhdu. A dini me më bëhe edhe më i mirë, se në njëjtën kohë edhe njeri edhe sheh aty taktika ndryshme, për shembull, a ndikojnë ato, a mundesh mi kopju disa taktika ose disa sene që i bojnë ata, atë pozicionin ku je ti. Tash, po edhe jo se në varë tash krejt çfarë taktike ka ekipa. Edhe A kina lojtarë të veçantë ti që për shembull që e ki që të motivon ty, për shembull, dhe ki një pasqyrë për ty. E këshirë mas shumë të Virgil van Dijk, Liverpoolit, se në të fansat Liverpoolit krejt. Ai Hollandës, a? Ai Hollandës, po. Do me thonë Hollandën, inshallah, më i me këshirë shumë. Edhe Maldinit që kanë. Ata do janë lojtarë. I vjetri. Ma i vjetri. Loriksonën e ka pas. Edhe Loriksonën e kam idol, edhe që tashtë. A mujtë me taku tash kur ishe... Jo. Se ajo është po mdokët sillet. Është sillet, po jo nuk ka qenë aty. Betimi tash ishte tregoj unë pak për ishte oftu për herë të parë luajti kundra Bullgarisë, ka fluturuar direkt nga Norvegjia për Bullgari, e kanë bënë një pritje fantazi stafi kombëtarës, unë me trenerin, me team manaxherin e me gjithë aty. Kum ka thirr, ta jam në hoteli, do të thonë çdo sa është në rregull, se ka udhëtu vetëm vet për herë të parë, na u do ka neve si familje pak interesant me lon vetë, na halo po na do këtë fëmia kriminalitet u rrit. Ardhkua me të 4-6 e luajti lojën e parë kundra Bullgaria, hupen për fat keq 1-0. Betimi luajti mirë edhe besoj si kjo është, do të thonë, kjo është një hap si çdo lojtare ka si ëndër. Çfarë doshti me thonë betimi parë, mendoj unë është edhe ai 17 vjeçari për Meksikën si ka luajt, është një hap për to, po hap si ka po bum, nëse si Lamal i Barcelonës, ai ka po bum, nuk bojnë ton në njëjtën mënyrë. Kjo mund të më kon defekt për lojtar si betimi, më thonë, oj, ai ka arrit atje, unë s'jam kërka, po luaj Lillestrøm, unë s'po bëj lojtarish edhe demotivohet edhe lëm futbollin. Kurse të betimi kjo nuk besoj si ndikon në atë mënyrë, ndikon në realitet me jap më shumë motivim. Unë jam në tip si jam pak e ngut shumë, kurse ma bën ky bobi mos e ngut, se ka dalë çdo sa vjen. Edhe vërtet ka dalë çdo sa o ka vjen mirë më mirë, ka pas kërkesë ekstrem të mëdha nga agentat, nga skauta, nga kritikat, pse e ke zgjedh Shqipërinë jo Kosovën, nisana, po më ka pëlqyer shumë se i ka çdo san o mirë vetë dhe i ka bo blok. Domethënë nuk o mirë me komente negative, me ato pozitive ja ka kthy pozitivisht. Zgjedhja ka qenë vetëm e tina dhe jena si familje krenar dhe e mbështesim 100%. Po unë prapë po them, më rëndësi për neve është se na i kena dy kombëtare dhe i kena dy zgjedhje. Kush e zgjedh Shqipërinë, kush e zgjedh Kosovën, s'prish punë. Dy atë janë shtetet tona, njëna është Dardania, tjetra është Shqipëria, kështu si nuk është diçka shumë e rëndësishme, me zemër e ka zgjedh Shqipërinë, i uroj djalit tam sukses, po ka edhe shumë djem tjerë këtu që janë të gatshëm me luajt për Shqipërinë, kanë treguar se janë të gatshëm, janë të vajza kena shumë të ekiposa në Radio Lindje këtu 3 vajza. Shqipëria ka bërë një punë shumë të madhe me mënyrën qysh i kontaktojnë lojtarët, mënyrën qysh mundohen me marrë lojtarët e Shqipëria, janë shumë të hapun, nuk shkojnë asnjë sa në prapavi, njëjtën e bën edhe Kosova. Është pak futbolli pak biznes. Kush është më fanela në realitet s'duhet më kon biznes, po është sporti futbolli është në realitet superfuqi botërore në atë aspektin edhe të pareve, edhe automatikisht bëhet biznes. Edhe kombëtarja hen në realitet në rolin e biznesit, sipas menimit tim nuk duhet më kon ashtu, po është. Kush është më i mirë, kush e ka menaxherin më të mirë, kush din me fol me bind lojtarin, në projekt më thon ky është projekti jam, ti profili yt shkon me projektin tam, ai interesu më artone. Nëse bind lojtarin edhe shkon për Shqipërinë, mund ka të kontaktuar edhe një trajneri i reprezentacionit norvegjis
pak para se më shku për ishin në Kroaci, tha betimi është 2007-2008, tha jo është 2008, tha ku menu se është 2007, tha se bota njetë me ftu kundër Francës, Kroacisë edhe Belgjikës, thash ti e din aty, po thash ky e ka marrë vendimin më shku për Shqipërinë. Më pëlqen tipi betimit, janë shumë tipat betimit, nuk është vetëm betimi, për fat është djali jam këtë rast edhe burna me atë punë, si e ka marrë një vendim, edhe më tha Belenedit, tha dhe nëse më tha diçka klubi e legjistruar a menon për Norvegjin, nuk e kam njet më fokusu vetëm te Shqipëria. Ai ka nimu të legjistrumi padyshim se po, tash është lojtari i kombëtarës. Ata mburrën me lojtarët kombëtarës, e kanë përcjell, e kanë kthyer ndeshën e betimit. Kjo besoj se është një hap për karrierë, tash ka dalë në transfer market, ku shihet vlera tina, shihen minutazhat. Çdo sen arritën se ka arritë kombëtarja, ja ka qenë shumë dyr. Padyshim me punën e betimit. Bravo. Kjo është ajo që është e mira se ti ai që vendos, do të thonë ti ai që e menaxhon krejt edhe veten, po krejt komplet, do të thonë karrierën tënde. Po kjo që e përmende Petrit për shembull, përpara se di që shkon, po tash ka ardhur matri, po mundën me hi me lut për shembull 17 vjet. 16, ndoshta ka edhe 15, ku e di unë. Po a ja vlen kjo për shembull, as s'bën më zhvillu këta fëmijë herë me mrijat kohën e vete para se me hi, se është shkolla për shembull, janë shumë sene që të ndalohen, që me mujti me vazhdu, e ndoshta në fundit edhe mas 2-3 vjetëve edhe shkolla bjen edhe loja, për shembull edhe karriera. Për fat mirë, klubet janë të rrit edhe në aspektin ekonomik, po edhe në aspektin e shkollës. Tash për shembull betimi shkon në Rallingen Vidregone top i drejt. Ja lojnë, domethënë tana mundësitë. Kja tash me Shqipërinë ja mundsuan këtë mundësitë. Ja ka pas një provim, ja shtyn provimin për masverës. Klubi ka stërvitje non-mëngjes, ata japin fill pushim. Domethënë bashkëpunimi shkollë klub është shumë e afërt tash se në kohën tëme. Nëse kena pas të mundësi, kurse ky ka mundësitë. Shpesh piton të gotis po shkon në shkollë hiç. Po notat i kish marrë mira për fat se jena të kënaqur se gruaja është pak më shumë ka shkolla, ajo është e ka kontroll në atë aspekt. I kish marrë notat e mira, tash nuk di çu ti kanë jap këto nota se jo ta bobi unë i bëj detyrat ata pinte, se tash do sa po shkon mes internetit, in levering e këto sa se i kanë. Mundësia është edhe me ky shkollë, edhe më bë futbollist. Pyetja a është mirë një 15-16-17 vjeçar me lut direkt në ekip parë në Lillestrøm shembull për bojna? Mas menimit tem është herët. Unë menoj du të më pjek litari ma shumë, po ki litarë që janë të pjekun në mosh 16 vjet, është nështë e pjekun si në 20 vjeqar. A janë tonë jo. Zdo më thonë si nëse Lamalla, një litar tjetër nëse që e Meksikës, më kujtojt e Amnetina, ka arrit aty, zdo më thonë si betimi du të më arrit aty. Na e kena shambull konkret këtu, se Radio Rilindja, Klubi Rilindja, Ilir Kukleci, litarë që kur nuk u dërzu. Litarë që ka lujtë për Rilindjen, ka lujtë për Frigin, pa shku në Arendal, erë në mos, pe mosit në Hegësën, tash lunë Hamkam. Në thonë, lunë tipe ligë. Nuk u dërzu kur, po kur shko unë asë në Landslaga, so konë samlingin asë, po e ka arrit qëllimin. Unë menoj si litarë që nuk dërzuat, e mund talentin. Puna e mund talentin. Po vërtetuar në shumë raste, po jo në tana. Po në shumë raste vërtetuar kjo. Unë me konë në klub të amen, nuk e lejoj fëmijët 15-16 vjet me shku herët në ekip të parë, i testojnë treningi e kështu po në lojë mundon me majtë sa më gati jo me lujt. Kjo është menimi jonë, në atë aspekt punon edhe klubi Holmlia tashti, edhe të vajza ato është pak më nërsh, të vajza s'kanë qare, po përdur treja se s'po ka litare bëllë. A kushtë të djemë është pak në realitet luksus. Ka sa dush litar, është gjëna me quni 15 vjeqar, bëma ki dëmtohet, ka rase që o dëmtu, po për arsyet fizike se ka pas gachëm, atër bëma ki jelen futbolin kejtë, më thonë ti s'ke posa neq ma tu, ja ke prish karriera. Pëlqen betimi së është një tip se unë shpesh e thëmë tash ja kënis mështru me ekipën partë të Lillestrumit, i ki bodu servitje, ke shumë afer me marë një ndeshje, tash ku së morën, adina që shena në prind shqiptarë, se du në fill, zosan me ka fill, tha Bobi ka dalë, tha çdo vjen, ku vjen ka dalë, tha step by step. Kjo mbind si mundet më arrit ku don vetë, se i ka të gjitha tiparet e një sportistit.
Bravo bre, kjo është ajo që këtë i ki për para, dhe me thonë këtë mundësit që shumë shtete, shumë vende, si të mos edhe të natje, nuk i kanë këto mundësit që mu pa me mujtë me deportu ma largë, tash i ki këto mundësit, dhe me thonë të kanë ardhë rastet mira, Lillestrømi, Kombëtarja, kjo është ajo që koncentrimi dhe disiplina, ato tjera të vinë vetë, që shpjebon tash me vazhdu me ato. Kjo, dhe me thonë, ka daldale, kur njeri po dëgjon me këta të rritë që po vinë deri aty, edhe kanë marrë qatë rrugë, dhe me thonë, është qash mirë, qash pozitive, që je motivim për shumë ata lojtarë që në moshën tonë, edhe nështë edhe ma të ri, po edhe ma të vjetër që janë aktiv sot, që me pa që ku është betimi, për shembull, që mos u dorëzo. Ti e shpjegoj atë kuklecin. Kjo është ajo që mos u dorëzo shoqënia, rruga, jo se s'ka kuptim le ato kur nuk qojnë. Do me thonë, ato të majnë, atë talentin tonë, ta hupin, edhe në fund mandena vonosh edhe jemet. E kështu që mos u dorëzo kur, a është sporti, a është shkollimi, vesh graj për para se shok, e shoqëni, e rrugë, aty janë ata. Ata nuk shkojnë kërkun. Ku i kilon që aty i gjenë, apet. Nuk janë ata që janë shku dikun. Po du me thonë që milieu është shumë vikti, për shembull, ta shjetin milieu të futbolin, nuk s'mund është me dalë pjesaj. Faleminderit shumë që jeni orsonte, është e kënaqësi shumë e madhe, ne shumë u gëzum kur e nditëm për herë të parë dhe na tregoi faktikisht vllau ju Blerimi na tregoi çështu betimi se babi nuk po ka kohë tash me na shpjegoj që ka shku djali dhe ka çef mu livdu normal, tash me thonë hajde se djali jam, e kam respekt për ata shumë, se me kondi kusht tjetër me siguri na kish tranu krejt, po vllau ju na tregoi që a ki dëgjuar çështu për thash që shbëv, thash, ti i e kon, a i tjetëri u kon, tash, a i vogli, tash, është e moshme, tha, po, që e na u gëzum shumë, edhe me njerë, normal që me zespritën pra me të pa në studio këtu, se na gjithmonë kemi pas qefta kemi një kombëtar, një lojtar që është për kombëtarën, se kemi pas një edhe Kosovës edhe Shqipëris, po është e pa mushme me prutu në studio, e kemi pruar Ardeonin, Petriti e ka pru, masi që u dojnë penzi. Do me thonë se kur u kon atëre hit, s'kena mujtë, se u kon në zonën. E tash na e kemi betimin këtu edhe do ta përcjellim edhe me siguri se betimi kur vjen ka të dalë me lujt për shembull koha me Norvegjin, bim këtë ekipën këtu, shtim këtu në studio edhe e bëjmë emisionin. Ne të urojmë suksese shumë, neve na ki supporter gjithmonë, edhe të Leskoja edhe të Kombëtarja. Petri gjithashtu suksese në këtë punë që jetu i bon, edhe në Holmdi, edhe si në NFF, si përgjes i lojtarëve, talentave. Kjo është ajo që bashkëpunimi me njëri tjetrin mund me arrit gjithçka. Po nëse s'kena qef me bashkëpunu, kena qef me qortu, atëherë normal që mesim për masë dhe pastaj hupim krejt. Faleminderit shumë. Faleminderit sa vjen nga ju, faleminderit për mbështetjen për betimin, në respekt e suksesin punë. Faleminderit. Betim suksesi. Sto po që thonë këta norvegjest. Mos u nal kur veç përpara. Në gjdo hap, në gjdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, e mëri vetëm qëndrese përbashk. Radio